Ish ministri i jashtëm socialist Detmir Bushati ka kritikuar ashpër kryeministrin Edi Rama duke akuzuar për ndërthurjen e partisë me administratën shtetërore. Gjatë një takimi me të rinj në Shkodër, Bushati tha se Rama kishte thirrur drejtorët e administratës në një mbledhje partie gjatë orarit zyrtar, duke treguar mungesë të ndarjes mes pushtetit dhe shtetit. Sipas tij, administrata duhet t'u shërbejë qytetarëve dhe jo interesave partijake. Çam bëri mu përshtypje dia apo par dje, që kishte mbledh kryeministri, miq, kolegë të mi, në orar të punës, drejtuesit politik Tiranës, ku aty ishin një pjesë mirë të drejtorëve të institucioneve të shtetit, duke hyrë tek selia partisë në orar zyrtar të punës. Pra tregu si qartë që s'ka si lloj vije ndarse mes shtetit dhe pushtetit. Ndërkohë që drejtori është aty për të shërbyer gjatë 8 orarësh të punës paktën socialistit, demokratit, zogristit, ballistit, dreqit e tjerë. Mas atij 8 orëshit mund bëj çfarë doj dhe mund bëj çfarëdo lloj aktiviteti politik se nuk ja ndalon askush. Bushati theksoi se problemi kryesor i Shqipërisë nuk është ndryshimi i sistemit zgjedhor, por garantimi i rregullave të lojës dhe gatishmëria e udhëheqësve për të pranuar humbjen e pushtetit. Ai theksoi se në shoqëri pa tradita demokratike, rotacioni politik vjen më shumë nga kultura e pranimit të humbjes sesa nga vota e qytetarëve. Nuk është zgjidhja tek rasti i Shqipërisë ndryshimi i sistemit. Tek rasti i Shqipërisë problemi kryesor në radhë parë është garantimi i fushës lojës dhe kapaciteti dhe aftësia dhe gatishmëria për me pranu humbjen e pushtetit. Në për shoqëri që s'kan tradita demokratike, përgjithsisht ndryshimi apo rotacioni vjen më shumë nga gatishmëria e udhëheqjes, e udhëheqësit për të pranuar humbjen e pushtetit, sesa drejt për drejt tek vota e qytetarëve. Pra, ne na duhet për me nda administratën e shtetit nga partia. Kjo është muzikë për veshët. Ne kemi problem themelor financimin e jetës publike, jetës politike. Dhe këtu na fillon ne gjithë gjëja. Ne mund bëjmë sistemin zgjedhor më të mirë, më të përfaqësues. Ne na duhet për me garantu një herë për gjithmonë rregullat e lojës. Ne na duhet me nda mendjen nëse dona me i bë këto punë apo jo. Duke folur për integrimin në Bashkimin Evropian, Bushati deklaroi se Shqipëria ende nuk ka marrë vendimin e qartë për të hyrë në BE. Ai shtoi se financimi i jetës publike dhe politike mbetet një problem themelor dhe se sistemi duhet të garantojë që politikanët të jenë përgjegjës para qytetarëve. Më thoshte një mik koleg grek që s'di sa vite na shkojtha që i vidhnim votat dhe përdornin administratën kundër njëri tjetrit. Dhe disa vite mas i unë të stajnë ndam mendjen që donim edhe më u fut në BE dhe përcaktuam që do ta ndajmë mendjen do ta bëjmë. Pra, ne nuk e kena nda ende mendjen. Duhet të rregullojmë raportin me paren në jetën publike. Ne ende s'kemi shku në sistemin ku politikani ka frikë popullin. Vazhdojmë të jemi në situatën ku populli ka frikë politikanin. Çdo muaj, domethënë Athina digje nga protestat e studentëve të Politeknikut dhe çai ishte në përkujtim të revoltave tyre gjatë juntës greke. Kishte raste dhe nuk po bëj thirrje absolutisht për jakobinizëm, kishte raste që e tërhiqnin zvarr në kuptimin figurativ të fjalës, politikanin apo shtetarin nëse mendonin që kishte abuzuar me detyrën. Derisa ne të rregullojmë këtë lloj raporti, kam frikë se do vazhdojmë të vuajmë. Ish ministri theksoi se ndarja e administratës nga partia dhe respektimi i rregullave të lojës politike janë thelbësore për të garantuar demokraci të qëndrueshme si dhe përparim drejt integrimit evropian.